Zoti Osmani, në optikën tuaj, a mund të ndërtoni një projekcion se si mund të vijojë kjo luftë dhe a mund të eskalojë përtej që mund të rrezikojë gjithë botën, apo do të kemi një konflikt të tillë që do të shuhet përmes arritjes së negociatave, siç e përmendët edhe ju rastin e 15 pikave të propozuara nga presidenti amerikan Donald Trump? Unë jam i prirur të besoj që konflikti nuk mbaron. Konflikti do të vazhdoj, nëse mbyllet Irani do hapet Pakistani, do hapen të tjera vatra, bota do të jetë në një periudhë tensioni të kontrolluar afatgjatë, derisa të përfundojë rikonfigurimi i botës dhe të ulen në tryezë amerikanët, britanikët, rusët dhe kinezët. Kjo është katërshja që vendos fatet e planetit. Elitat e mëdha, biznesi i madh, korporatat e mëdha, ekuilibrat e mëdhej pas perdeve që kontrollojnë pllakat tektonike të lëvizjeve globale, do të prodhojnë një rend të ri botëror, për të cilin ne do të bëjmë shumë kujdes, sepse jemi popull që nuk na ka kërkush në llogari. Ndërkohë, në jug të Shqipërisë ka zhvillime të mëdha, po bëhen plane për referendumin në Shqipëri, plane të tmerrshme. Nuk besoj që do të ketë dalje nga kontrolli apo luftë bërthamore, por tension dhe lufta e tretë botërore do të vazhdojë. Do të vazhdojë në mënyrë të kontrolluar dhe mund të kemi edhe kriza të mëdha, por jo në kuptimin e daljes totale nga kontrolli, në kuptimin apokaliptik apo armagedonik të fjalës. Në këtë kuptim duhet jemi përgatitur për një periudhë të ardhshme shumë të tensionuar, duhet të bëjmë shumë kujdes me financat, shumë kujdes me planifikimin financiar, shumë kujdes me investimet, me zhvillimet, sepse do të jetë një periudhë tensioni e cila do të na shoqërojë edhe për disa kohë, derisa të mëdhejt e botës të merren vesh për formulën e ardhshme dhe për ndarjen e territoreve dhe të llokmave të mëdha të tortës së botës dhe të planetit. Nga ana tjetër, çfarë po ndodh me ushtrinë e Izraelit, teksa shefi i shtabit të ushtrisë së Izraelit ka deklaruar se ushtria është gati të shëmbet, duke qenë se nuk i ka kapacitetet e duhura deri më tani për të përballuar sfida të tilla si pasojë e operacioneve shumë të vështira apo edhe lëvizjeve të brendshme, pra refuzimeve për të rekrutuar në ushtri e tjera me radhë. Në këtë rast me vetë ushtrinë e Izraelit dhe Izraelin çfarë po ndodh? Shiko, i nderuar, për të mos hyrë në detajet e ushtrisë Izraelit, ushtria e Izraelit e mbajti Hamasi 2 vjet me ca bodrume dhe me ca raketa që i bënin me tubat e hidraulikëve. Pra me tuba hidraulikësh bënin raketë dhe mbajtën luftë vetëm në Gaza. Gaza dhe Hamasi e mbajtën 2 vjet në luftë dhe akoma s'kan mbaruar punë me Hamasin. Imagjino ç'mund të ndodh me Iranin, 93 milion banor dhe 1.6 milion kilometra katror. Sipërfaqe i rrethuar me male, me terrene, me situata të jashtëzakonshme. Në Izrael ka një panik të madh në rritje. Jo, Izraeli nuk e përballon dot këtë luftë, absolutisht, as me armë, as me raketa, as aq më pak me ushtar. Pra nuk bëhet fjalë fare që të çojnë ushtar, sepse ka fillu edhe largimi masiv, tani po largohen njerëzit nga Izraeli, on Qipro, on Europë, on Amerikë përkohësisht, sa të kaloj ky tmerri, sepse nuk mund të jetohet jeta gjithë ditën bodrum, sepse do Netanyahu me bë luftë. I kanë futur në këtë luftë tani, nuk tërhiqen më, do shkatrojmë Iranin, do bëjmë Izraelin biblik, Izraeli nga Eufrati deri në Nil, do marrim Libanin, do marrim Sirin, një pjesë të Turqisë, një pjesë të Irakut, një pjesë të Iranit, një pjesë të Arabisë Saudite. Këto janë ëndra të cilat e kanë hedhur në erlidhjen e mesme. Unë nuk besoj që Trump, edhe pse është presidenti më pro-izraelit në historinë e Amerikës,
nuk besoj që kanë qenë budallëj presidentët e tjerë amerikanë, që asnjë president, as republikan, as Reagan, as Jimmy Carter, as Clintoni, as Obama, as Bushët, nuk janë budallëj që nuk kanë shku në Iran deri më sot. Par nga ky këndvështrim, sepse ka patur gjithmonë një raport nga Pentagoni, nga CIA, nga agjencitë e zbulimit, kujdes, është një luftë e cila nëse do të bëhet vetëm kur të dim si do të përfundoj. Një luftë pa e ditur se si do të përfundoj është aventurë për të cilën administrata që hyn në luftë do të paguajë faturën. Dhe Donald Trump sot është përballë një situate shumë të vështirë. Pavarësisht se ai po tenton të bindë amerikanët që është lojtari i patriotëve, që po bën një luftë, po forcon ekonominë e Amerikës, po forcon këtë, po forcon atë, ai sot është duke humbur betejën edhe me një pjesë të magës, Make America Great Again, me një pjesë të përkrahësve të tij më të zjarrt. Sepse sot ka rrjete sociale, ka YouTube, ka Facebook, ka televizione, ka shtyp, ka liri, dhe njerëzit sot nuk mundet të mbash të hutuar gjithë jetën. Njerëzit sot janë zgjuar, njerëzit kuptojnë, njerëzit dëgjojnë, njerëzit kanë tru të vlerësojnë. Kjo nuk ishte një luftë e Amerikës. Nuk përfaqëson Irani kurrfar rreziku për Amerikën. A ka rrezik për Izraelin? Po mund të jetë rrezik për Izraelin. Këtë do ta zgjidhë Izraeli, duke zgjidhur çështjen palestineze, që refuzon të zbatoj asnjë rezolutë OKB-s. Rezolutat e OKB-s, të cilat janë aty për zgjidhje me dy shtete, tërheqje e Izraelit në kufit e 1967-s, me shtet palestinez, me Jeruzalemin lindor kryeqytet, refuzojnë, nuk ekziston më fjala Palestinë. Sa kohë nuk ka zgjidhje të kësaj çështjes, nuk ka problem vetëm me Iranin, ka problem me oqeanin që rrethon Izraelin. Izraeli i shëndosh ndërisht duhet ta gjejë një zgjidhje për këtë. Nëse nuk ka zgjidhje, Izraeli shkon drejt vetvrasjes, shkon drejt vet eliminimit, vet asgjësimit. Nuk ka nevojë të ketë Iran. Ti ke rezolutat e OKB-s, atë që ka firmos kryeministri izraelit, atë që ka firmos Clintoni, atë që kanë firmos në Camp David, në Madrid, në Stockholm dhe kudo pra. Të zbresim pak në rajonin e Ballkanit, teksa Serbia vijon të armatose dhe së fundmi është armatosur me raketa nga Kina, dhe para pak ditësh kishte dërguar dhe ushtrin në kufi me Kosovën. Çfarë po ndodh në këtë rast dhe çfarë kërcënimi mund të prodhoj vetë rajoni i Ballkanit, ashtu siç e kemi parë më parë me luftën në Bosnjë apo dhe në Kosovë, dhe sa i rrezikuar është vetë Ballkani në një efekt domino që mund vi nga konfliktet si ai i Iranit që është aktualisht. Serbia është duke armatosur gjerë në dhëmbë, duke sfiduar hapur stabilitetin e brisht të Ballkanit, nga sistemet ruse, tek dronët kinez dhe tek armatimet të tjera të rëndësishme, janë treguesi një plani të qartë që ka Serbia për të bërë gati për një moment të dytë, hipotetik, në të cilin mund të ndodhet planeti në rast se amerikanët humbasin betejën në rendin e ri botëror, humbasin betejën në lindjen e mesme, humbasin betejën për Tajvanin, gjë që nuk ka filluar ende. Serbët po bëhen gati me kujdes të jenë për të gjitha hipotezat e reja të mundshme dhe lëvizjet e ardhshme të mundshme për rikonfigurimet e reja në Ballkan, menjëherë sapo Vladimir Putini të tentoj të testoj nervat e NATO-s, ekzistencën e NATO-s, unitetin e NATO-s këtu në Ballkan. Greqia po bëhet gati me planin e saj për një jug të Shqipërisë, me planin për referendumet. Rreziku i shqiptarëve apo i popujve të Ballkanit apo i serbëve nuk është nga Serbia dhe nga Shqipëria, është nga politikanët serbë dhe politikanët shqiptarë, Vučići dhe Rama. Janë ata rreziku ynë më i madh, por Serbia po bëhet gati
dhe po pret sinjale nga Aleksandr Vulini, që është njeriu i Vladimir Putinit brenda qeverisë serbe. E morën dje një përgjigje shuplak bashkë me Ramën nga Bashkimi Evropian, nuk ka antarësi sa i përket propozimit që kanë bërë së bashku. Propozimit që bëri me Vučićin në Frankfurt Allgemeine Zeitung, me atë integrimin evropian të nivelit të dytë, integrim i cili ishte një thik e re në kurriz të Kosovës, eliminimi i Kosovës dhe rikonfigurimi i Ballkanit sipas projeksionit e Rama Vučić